Përshëndetje miq, jemi këtu te Kodra e Dëshmorëve në komunën e Gjilanit. Ky vend nuk është thjesht një kompleks i varrezash, është një monument historisë, një arkiv e sakrificës dhe rrugë e çmuar e drejt lirisë sonë. Ky vend qëndron si një pengesë morale ndaj harresës, një kujtesë e përhershme se liria sot me ka çmim dhe ky çmim është i gdhendur në këtë kodër. Është detyrë e brezit tonë që fëmijëve dhe të rinjve t'ua transmetojmë historinë e vërtetë të atyre që u flijuan. Dëshmorët nuk kërkuan asgjë për vete, gjithçka e bën për kombin. Në këtë kompleks janë të gdhendur diku 1047 emra, dëshmorë, martirë dhe viktima të lirisë, në periudha të ndryshme gjatë historisë, duke filluar nga lufta e parë botërore deri te lufta e fundit e lavdishme e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kodra e dëshmorëve nuk është e kaluara, ajo është edhe udhërrëfysi i të ardhmës sonë. Është dhimbshme të thuhet, mirë po është një fenomen që pothuajse në secilin kompleks varrezash dëshmorëve ekziston kjo. Për shembull, ka emra që janë shënuar si dëshmorë, në fakt kanë qenë vetëm martir apo viktima të lirisë. Por tash është vonë dhe nuk ja vlen të hapim plag, për arsye se ka prej atyre fëmijëve që janë rrit dhe janë burr se babën e ka pas dëshmor. Në realitet ndoshta ai kur ardh me dorë s'ka prek. Kjo nuk do të thotë asesi se ata kanë pak vlerë dhe nuk e meritojnë respektin tonë. Përkundrazi, respekt maksimal për gjithë ata që kanë dhënë jetën për lirinë e vendit tonë. Ky vend i nderit, ky vend i sakrificës, ky vend i lavdisë, me të vërtet nuk e meriton një pamje të shëmtuar, siç po shihet këtu, ku vinë çiftet ndryshme edhe parkohen me veturat e tyre. Paramendo, sot ka plot hotele, motele, edhe qasja në to është shumë e thjeshtë, e lehtë, prap njerëzit nuk i vjen marrë, nuk kanë fytyrë, nuk kanë turp, vinë afër varrezave dëshmorëve, e shqip ndoshta edhe janë fëmijë dëshmorëve, nuk e di, po me ardhë me bë amoralitet, në pikë ditës, në vetura tyre, këto veç se na ndodh. Ku janë vëlla institucionet? Ku është policia e Kosovës? Pse nuk ka parandalim? Që tani çan të ndacakve, që ka dalë o burr, ka dalë. Nuk e di me çfarë të drejtë i lejojnë me ndodh të gjana bashkë afër varrezave dëshmorëve. A kina ide ti? Për zotin juve që në keq ka po mënej me bo që tash kom vjen men, na mujna me bo një gjërim qëtu. Nashta pamjen fytyrën nuk ja qesmi, po a kina 20 erë t'jave jep. Tham, shkoni në hotel o vlasës. Ha? E bojmë qëtu. Mos e nal. Ta marrë me kjerë se mund më konë rëzik, me marrë me kjerë dhe hajde hipin kjerë.